Dhe mirësoj që. Faleminderit. Besoj keni ndjekur dje protestën e zotit Berisha dhe e Partisë Demokratike, por në fjalën e tij zoti Berisha ishte i ashpër në një moment ku tha që të gjithë të mblidhemi më 22 dhjetor dhe u shpreh që Rama do largohet me autoblinda si 91-shin. Këtë deklaratë forte e kreut Partisë Demokratike? Po, patjetër, po më duket se më shumë po e mbajmë ne sipër. Do më thënë, ne që jemi si pushteti 4 media, këtë pjesën e zotit Berisha, ndërkohë që ka më shumë nevojë opozita për ringritje. Dhe kjo që thot zoti Berisha më shumë ka reminiscencë me vitin 98, jo me vitin 91. Në vitin 98 u morën mjete dhe madje u sulmua godina e kryeministrisë. Ndërsa në vitin 2025 besoj që me resurset që ka zoti Berisha, me armatimin që tani nuk është më aq i lehtë për t'u aksesuar, paçka se kriminalet në vend i kanë dhe madje i kanë shumë të sofistikuara, që është e pamundur që ky apelativ të përdoret nga zoti Berisha për protestën. Në fakt, zoti Berisha tani problemin më të madh ka pjesën kompaktizimit të partisë së vet dhe sidomos sfidat që janë, sidomos në mbledhjen e madhe që do bëjnë për kryetarin e partisë mbas disa javësh, por kuptohet që i duhet shumë që të mbajë frymën e ndjekësve të tij, edhe dje pam që opozita kishte një pjesëmarrje jashtëzakonisht ulët. Në një farë mënyrë duket sikur gjitha këto lëvizje, madje edhe diskursi i zotit Berisha, po çon ujë po përdor diçka popullore në mullirin e zotit Rama, që me atë korrupsion të frikshëm, me problemet shumë të mëdha që ka me diskursin e vet, vëmendja në vend të përqendrohet ke zoti Rama, përqendrohet ke zoti Berisha. A është gati opozita për zgjedhjet parakohshme? Ju kishit bërë një shnim dje. Pra, opozita dhe Partia Demokratike kërkon kalimin e vendit në zgjedhje, por a është vërtet gati? Qartë. Ka dy element për këtë Nertil. Elementi i parë është që dy partitë kryesore duhet të bien në dakordsi dhe të krijohet një periudhë tranzicioni, që do të thotë o do bëhet modeli grek dhe modeli Maqedonisë Veriut, që tani është i pamundur, se ata e kanë sankcionuar në kushtetut dhe 100 ditë përpara kalohet në qeveri teknike për të realizuar zgjedhjet dhe gjithë elementet tjerë. Ose në rastin tonë, të dyja partitë kryesore bien dakord për një qeveri të tillë me teknokratë. Dhe ose për shembull me element të zgjedhur të dy partive, që në mendimin tim ka dalë e gabuar, sepse u provuan në drejtimin e zotit Rama dhe dështoi, dhe ata përgatisin zgjedhjet e parakohshme. Në mendimin tim, me diskursin që bën opozita, me mënyrën se si ata kanë humbur lidhjen me bazën, po ta keni parë për shembull zoti Saliani lufton pikërisht me këtë që foltorët e tij mbledhin më shumë njerëz se zoti Berisha. Atëherë janë të mundshme zgjedhjet. Personalisht mendoj që zoti Rama, duke u përballur me problematika shumë të mëdha të qeverisjes së tij, ka shumë të ngjarë që të provokojë zgjedhje, sepse ka një element që neve na është dukur si skajor, por që duket që është i parashikuar nga ai. Zoti Rama, besoj keni ndjekur me kujdes në fushatën e fundit, vinte si cak vitin 2030. Ndërkohë që mandati i tij është deri në vitin 2029. Dhe ne jemi akoma në vitin 2025 dhe zoti Rama me problematikat shumë të mëdha që ka, me malin e akuzave që janë mbi zëvendësën e tij, duhet mendoj normalisht që të kërkoj vot besim, paçka se vot besimin e kalon në parlament sepse ka 83. Po në rast se ndodha që thonë ju, që zoti Rama mund ta çojë vendin zgjedhjet parakohshme, përballë kësaj opozite, do ta ketë të vështirë? Jo, këtu është problemi shumë i madh. Prandaj dhe shkrimi im është më shumë një përpjekje për këndellje të opozitës, se sa normalisht një provokim për të, që zoti Rama mund t'i kapi gafil në pjesën më të dobët të tyre. Dhe mund të bëjë zgjedhje që tashmë ai e shikon që ka resurset, ka një makineri të tërë, ka administratën që mund ta përdori si dojë, dhe në një farë mënyre mbyll gojën e opozitës. Por ka dhe një element Nertil që neve po e shikojmë. Legjislatura e parë akoma nuk ka bërë vitin,
dhe niveli i njerëzve të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike që janë në parlament lë jashtëzakonisht shumë për dëshiruar. Kur mendon që ka pafund intelektual, qoftë në kryeqytet, po qoftë edhe në rrethe që mund ta përfaqësonin shumë mirë kauza sociale, politike, ekonomike të vendit, dhe kur shikon realitetin se cilët i përfaqësojnë, dhe mbi të gjitha mos harroni që kjo legjislaturë ka peshën shumë të madhe për përshtatjen me akuisin, janë ligjet e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë sens